kur ndez një këngëtar në Prishtinë, automatikisht ndez edhe në Shkup edhe në Tiranë. Fakt është. Kur ndez në Tiranë, nuk ndez në Prishtinë, ndoshta. Ashtu është. A është ashtu ajo? Po ne kemi shumë me vend. Unë po flas tash kështu mbas përvojës edhe një sens që është realitet. Kemi shumë këngëtar gjithandej ku ka në troje shqiptare. Shumë këngëtar të mirë. Unë po filloj prej vetvetes, prej në Shkup, po filloj prej vendinjës teme, ku shumë këngëtar janë të mirë, po nuk kanë mujt me dhejës që tha Altini në Kosovë edhe në Shqipëni. Ka shumë njerëz që më takojnë edhe mu, që edhe pse jam 40 vite në skenë, edhe nuk e din kush jam. Nuk e din. Unë kur t'i tham Afrim Aliu, po, edhe pse neve na njohin shumica domthonë e popullatës tonë si vëllezërit Aliu, me Beçën, po Beçën e përshëndesim, Beçë na vjen keq që si Bolshevshow, ngelem kështu pa u pa asnjëherë, pa dhënë intervistë, kërkojmë falje. Edhe pse ke këtu edhe u kthy pa e bërë. Kështu që je i ftuar kurdo që të kesh dëshirë mundësi, mirë se vjen. Patjetër. Edhe kështu që domethënë kjo është ai shkaku që unë jo pse unë do isha më shku se për mu afirmu si këngëtar. Thjesht unë jam Afrim Aliu. Unë jam përveç që jam këngëtar, jam edhe instrumentalist, e dini shumë mirë. Saksofonist. Edhe kështu që po nuk e kam atë problem, po unë dëshira ema është që gjithë këngëtarët e mirë, është mirë se sot kemi biseduar edhe gjatë rrugës me bashkëshortën, a beson për këtë shkak. Domthonë Ministria e Kulturës, këtu po hytash, është ajo që mas paku punon me kulturën, me muzikën, me sportin, me artin. Në Zvicër ke fjalën. Jo, në Kosovë, në Maqedoni, për Shqipërinë nuk di çka them, atje nuk e di. Edhe pse atje shoh ka përparu shumë, kanë shku shumë përpara, Shqipëria shumë më para se na në këtë aspekt për muzikë po flas. I kanë kushtet shumë më të mira, studiot shumë më të mira, gjithçka ka shku përpara. Kurse talenti është kurse te ne në Maqedoninë e Veriut është zero. Zero, Zero, definitivisht. Nuk ka kur gjo. Është formu, në sa e di, unë jam shkupjan, është formu ka para sa e di, unë dikun 9 vite, ndoshta 10, nuk i ka. Edhe orkestri profesional shqiptar me punuen në Maqedoni, edhe pse unë s'kam një diçka që ka kriju diçka i orkestr, ose punon diçka për të mirën e muzikës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Shumë pak. Për këtë shkak, unë e kisha edhe një lutje përmes këtij televizioni, përmes Force Shqip, që Ministrisë Kulturës apel i boj që punojnë ma shumë, të investojnë pak ma shumë në kulturën, se na e dim shumë mirë që një popull njihet përmes sportit dhe muzikës ma shumë të që do mund mu afirmu në botë, kjo është ajo që do të me punu ma shumë për qatë shkak.